zotri, se që ishte i mërzitur për qëllimin. Jo, e ke gabim, i thashë. Ky ligj është i 46 për zotri, se kur është vendos diktatura, në këtë mënyrë është vendos. Kjo është diktaturë. Ky ligj të denon. Të denon në qoftë se ti shpjegon familjen sipas Biblës. Të denon në qoftë se shpjegon familjen sipas Kuranit. Ju po të dallim ndërmjet diktaturës totalitare dhe diktaturës autoritare. Ky ligj nuk i përket diktaturës autoritare. Pra nuk është Jo, jam dakord me ty. I dakord Absolutisht totalitares. Pse? Sepse nuk është deskripsioni në një individi. Ke shumë të drejtë. Jam marrë ditë të tëra me te duke lexuar për te. Duke lexuar dhe në botë. Nuk ka unik. Tashi çfarë do bëjmë po doja për vetë kohë? Jo, ne do bëjmë gjithçka, ne e kemi çuar, përgatitur të çuar gjykatë kushtetuese, ne do konsiderojmë referendum për zimën e tij, ne në pushtet absolutisht nuk e pranojmë kur një gjë të tillë, ne pranojmë ato, ne nuk jemi për diskriminim, nuk kemi patur në gjatë periudhës sonë asnjë akuzë për diskriminim. U ngrit një djalë në Lezhë qoftë u kujtohet, edhe bande merdi ambasadori tash, o zotëri, kush e ka diskriminuar ata? Ja më thuj mua pak ti. Ai do më marr azil tek ju dhe tash i thot po më diskriminoj. Më nxjerr mua me fakte, cili njeri e paska diskriminuar këtë? Është gay, është punë e tij, s'kemi punë me se ka dhe nuk tha dot një njeri. Në fakt ai përfundoi atë ku e kishte po loste atë skenën po. Jo, e ke shumë drejt. Është ligj shkatrimtar. Është ligj shkatrimtar për shoqërinë njerëzore. Ja u them, qofse ka një ligj që kanë gjetur një levë për të transformuar, për të degraduar shoqërinë njerëzore. Edhe këtë po thati. Faleminderit. Kush e dëshiron fjalën? Përshëndetje doktor. Erald Kalemaj, kryetari i grupit seksionit numër 2 në ISIN 9. Në fakt nuk ishte si t'ishte ndryshme, ardhja ju e këtu, menduam se do ishte më shumë edhe takim me strukturat, po padyshim që ju simpatizantët, domethënë antarësia edhe strukturat i bashkuara dhe është bërë kjo atmosferë për në shtëpinë tonë këtu, se kjo njësia 9 është shtëpia jonë. Në fakt doktor, unë desha të flisja si strukturë sot, pavarësisht se këtu janë ka dhe simpatizantë dhe antarësi siç thash, unë desha të flisja vetëm si strukturë e PD-s. 3 pika kryesore për mos të marrë edhe shumë kohë dhe për të diskutuar. Në fakt, e pika parë doja të ngelesha tek llogaridhënia e deputetëve sipas zonave të tyre në dështimet e tyre në aktivizimin në procesin e fushatës dhe të zgjedhjeve. Domethënë, mendova se kur filluat foltore për herë të parë, në fakt të gjithë neve si struktura kishim shumë entuziazëm që kjo anë në Partinë Demokratike do të merrte një drejtim. Pra do ndaheshin deputetët të për zona dhe kush deputet nuk merrte rezultatet e duhura, ai do të shkarkohesh ose nuk do të jepesh mundësia për të vazhduar si deputet. Sepse është e vërtet që në opozitë rrihet edhe shumë vite me ne, po është shumë e thjeshtë të rish me rrogën e deputetit në parlament, në opozitë, se sa si një antar i thjesht ose si simpatizant i Partisë Demokratike. Ky ishte hapi parë. Nuk është vonë kurrë që neve të merremi me këtë analizë. Po flasim si struktura. Sepse kjo analizë është edhe si tim motivimi për ne, për shembull që jemi të rinj që po merremi, unë jam aktivizuar vetë personalisht në 2013 me PD-n, kur ajo s'ishte në pushtet. Unë nuk e njoh pushtetin. Domethënë neve na mban një inat, një logjik, një ideal që aktivizohemi. Pra, në momenti që unë shoh që një person që nuk ka pasur rezultatet mira, vazhdon akoma promovohet në PD, unë të kurajohem normalisht si i ri. Dhe kjo është një arsye që mendoj una që edhe shumë njerëz janë pak të dekurajuar për të aktivizuar si strukturat PD, sepse ne po i shohim për shkakun që kur vjen puna e zgjedhjeve, neve mezi arrim të mbushim komisionet. Është pak çike vështirë kjo që të marrësh si një antar i thjesht që vin dakord me entuziazëm të madh këtu në këtë mbledhje, po pastaj kur vjen puna për të komisionet, mezi mbushim në ato. E para, e dyta.
juve folët shumë për aktualitetin, cilin neve me thënë drejtën duke qenë se nuk janë të gjithë që kanë ndjekin politikën, janë shumë të informuar. Por unë mendoj që resurset e Partisë Demokratike janë duke u fokusuar vetëm në disa tema të caktuara që kanë të bëjnë me Hajdutllëkun. Jam shumë dakord, këta janë një qeverie e janë Hajdut, absolutisht që duhet fokusi kryesor, por nuk besoj se PD-ja ka vetëm një departament që të merret me këtë dhe të lëmë të gjithë anëtarët e tjerë, për shembull, ai zotëria tha familjen, dikush tjetër bujqësinë, dikush tjetër turizmin, dikush tjetër ekonominë. Jo, kjo Parti Demokratike që është mbledhse e votave të 600.000 qytetarëve, 700.000 qytetarëve, nuk besoj se ka vetëm një temp për të folur gjatë gjithë kohës. Për shembull, po të marr dhe një rast, unë për mendimin tim, më thënë si duke diskutimet e tona, u çuditëm se si u morëm neve një mbledhje vetëm me shkarkimin Niko Peleshit. Që ishte një totalisht një harxhim i resurseve tona në 1001 problematika që mund të ketë, duke filluar nga zotëria dhe duke vazhduar tek tona të shumë që mund të kemi të tjera. Këto janë dy pikat kryesore që unë desha të thosha. Desha edhe një gjë tjetër që përsëri e kërkoj si strukturë, megjithëse unë në dekën tonë mund të jem ndër më të rinjt e strukturës, domethënë pavarësisht jo nga kontributi, por nga mosha. Partia ka strukturën. Struktura ka një kryetar, ka sekretar, ka të gjitha. Për mua primare është në momentin që një kryetar zgjidhet, për shembull për një sinën, po flasim ne në rastin është Eda, mund të jetë nesër, mund të jetë dikush tjetër, por mua aty është primare e mbyllur. Ai person duhet të jetë deputet. Është mbyllur, jo, e kam vetëm për juve kryetare, e kam kushdo, nesër mund të jem unë, mund të jetë dikush tjetër. Kështu jep motivim ti, se neve merremi tash me strukturën dhe në fund fare një deputet na vin 6 muaj, na ikën, na vin dikush tjetër, s'po lidhemi dot me deputetët. Kjo është logjika ime që mendoj unë, domethënë si strukturë, po flas edhe, unë nuk po flas si simpatizant, se tash neve i njohim problematikat, e kupton? Pra, mendoj që në qoftë se në PD ka një hierarki, ka një shkallë që duhet ngjitur që të respektohet nga çdo kush, do ishte më e mirë dhe do ngjalte më shumë entuziazëm sesa kur është vetëm shko, domethënë arri qëndro afër qendrës dhe shkuput realitetin me bazën të cilën jemi ne që me thënë të drejtë jemi në pikën tonë që kemi nevojë më shumë fokus se çdo lloj moment, se të gjithë numrat kur ju thoni mbrohet vota dhe mbrohet këto, i bën struktura, nuk i bën. Mund të hedhë simpatizanti sa doj votën, po nuk vajtëm neve të mbajmë komisionet edhe të numërojmë, nuk i mbajmë dot ato votane. Kështu që unë mendoj që këto janë tre fokuset kryesore që unë desha të flisja. Faleminderit super shumë. Erald, të falenderoj shumë për sugjerimet që ke bërë. Absolutisht deputetët e kemi diskutuar edhe në 2 mbledhje më parë që ardhja e deputetëve tek ju do të jetë konstante, të diskutojnë me ju, me qytetarë, të mbledhin të gjithë shqetësimet, të bëhen protagonist të zërit tuaj. E para, e dyta, e ke shumë të drejtë, shumë drejtë, dhe të siguroj që Partia Demokratike ka alternativë për të gjitha çështjet. Po të mos kishim do ta krijonim, por e kemi dhe do të fillojmë të ekspozojmë në mënyrë të vazhduar, të korrigjojmë pikërisht këtë që thuat ti. Për qëndrimin vetëm tek vjedhje. E drejt fare. Do ketë i kemi dhe ne në çdo fush disponojmë projekte shumë të mira dhe programe shumë të mira. Ju për këtë kishit fjalën apo jo? Dakord plotësisht. Patjetër. E treta, dhe kjo do ndodhë, dhe të falenderoj për sugjerimin. E treta, tani kjo është pak se jemi këtu. Dhe kërkoj që ta diskutoni gjërësisht.
kemi listën e deputetëve. Njerë ne nuk pranojmë akur një sistem të tillë. Ne mund mos e pranonim edhe në zgjedhjet që shkojnë. Por problemi është që kjo kërkon një ujdi të plot opozitare. Pa një ujdi të plot opozitare, në qoftë se gjitha partitë opozitare nuk bien dakord, atëherë ajo e kërcënonte Partinë Demokratike. E kërcënonte, sepse Partia Demokratike po të mos hynte në zgjedhje, bënte një vetvrasje, të tjerë të futeshin dhe nuk ishte zgjidhje. Tani të garantoj që ai sistem, se i kam pa të gjithë partitë opozitare kundër tij dhe të partë kundër tij do jemi ne. Po, pa diskutim. Pa diskutim. Tani, këtu diskutojmë si t'i zgjedhim kandidaturat, si t'i përcaktojmë. Ne përdorëm primaret. Primaret ishin vota juaj në listë e hapur është fjalë, se harrojnë nuk do jetë ma një sistem i tillë. Primaret, siç i përdorëm ne, janë shumë të rralla. Do me thënë, pas seleksionim. Vendi që është tradita me hershme e tyre, i kam me seleksionim. I përzgjell ata që shkojnë në primare. Kurse ne kriju mundësinë e çdo njeriu që del të futet në primare. Të gjitha këto do t'jenë objekt të diskutimit tuaj. Nuk jam unë që ju të humbisni fuqinë e votës. Jo. Por si të arrijm, kush më erdhi mua sot në zyrë, më tha, pati u futën 8 vetë në primare, tha vetë kuptoha, tha që u humbisi ata, s'kisha me 8 vetë s'miri ata, po edhe të drejtë kishta, më ta, po se ishte një proces, po, edhe kështu nuk shkohet, më tonë, po nga ana tjetër, nuk jam dakord që ju të humbisni të drejtën e përcaktimit dhe të votës. Diskutori. Ja pra, kjo është një temë për ta diskutuar ju, edhe për ta arritur në një rezultante, edhe ne do diskutojmë. Çfarë kishim neve të parë, po jemi këtu. Problem kemi listat e mbyllura ato. Jo, ato si pranojmë ma ne. Nuk i pranojmë ma. Ajo problem nuk pranojmë. Çfarë? Nuk pranojnë ato. Janë jo demokratike, pikë. Por, çfarë kërkon ajo që të mos pranohet? Kërkon që gjitha forcat politike opozitare të mos i pranojnë. Dhe unë nuk besoj të ketë forca politike opozitare sot që u del zot në atyre. Do heqim ato, nuk ka diskutim. Ama ne edhe gjë, se të gjithë flasim, dhe jemi dakord që si të bëjmë, sjellim gjak të rinj, sjellim forcat, njerëz të rinj, njerëz të kualifikuar. Me primarët tona, ata mbetën jashtë. Të themi atë që është, ta më ta apo jo. Ja, erdhen, për shumë, erdhen i provuan edhe jo një, disa, dhe asnjë sepse ishin të panjohur, ta më thonë. Prandaj edhe në këtë drejtim, prandaj duhet ky debat, prandaj duhet bëri debatin me përgjegjësi të plotë, edhe të sugjeroni. Çfarë do bëjmë ne për të ripërtrit, por ripërtritja është kusht themelor i ekzistencës. Çfarë do bëjmë ne për të tërhequr vlerat më të mira të mundshme që kemi? Është detyrën tuaj të jepni mendime të gjithë së bashku, të kalojmë në një procedurë më të mirë. Pra, kemi plot gjëra për debat, kemi plot gjëra për të propozuar dhe për diskutuar. Zoti Bashkim Beleri. Bashkim, po. Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndes ju, dhe më shumë kënaqësi përshëndes dy parafolësit që folën
trajtojnë probleme shumë themelore, shumë ekzistenciale. Sidomos tani, por ne këtu jemi në Partinë Demokratike. Për mu çfarë do thot Partia Demokratike? Për mu do thot parti, se më do, mos më meni shumë po si, por për mu do thot parti atletare. Mbi të gjitha për Partia Demokratike është, dhe pranaj sot e kësaj dite është kaq e madhe, sepse janë atletarë. Po t'ishte, po ndosin to, unë kaj 12 vjeqare në Partinë Socialiste, atyre nuk i bëhet bon për atë dheoni. Dhe këtë djali që ngridi këtë, që ngridi është përikërisht për atë dheon, për ekzistencën e kombit shqiptar. Dhe jam me të vërtet i kënaqur i lumtur edhe me fjalimet e tuja, të Edës e të tjere. Por unë duhet të mësoj edhe qikë më shumë, se ai djali tha që jo vetëm një alternativ, vetëm vjedhjet e këto gjanat e tjera. Dhe jo t'ju lijet vetëm juve, që i keni trajtuar që nga Rruga Shpesit e të tjerë, ditë për ditë kur thonit që kjo është Rruga Shpesës dhe neve Shqipëria do të humbasi ekzistencën e vetë në rast se neve nuk bashkohemi të gjithë. Prandaj, ana patriotike, sikur, 5% të qenjes tonë, të përkushtimit tonë, t'ja kushtojmë çështjes kombëtare në të gjitha drejtimet, 5%, jo më shumë. Se neve, s'është puna vetëm për bukë, se me bukë me qep edhe rojmë. Po me shpirt nuk rojmë dot, pa shpirt. E ana shpirtore është ndjenja kombëtare. Unë dua që mos ja ulen vetëm juve, zoti Berisha. Se me çdo takim e keni përmendur, e keni thonë çështjen kombëtare, çështjen e ekzistencës së rasës shqiptare. Dua nga deputetët juaj, ta përmendin këtë gjë. Unë e përshëndes Elvisin, atë Balliun, sepse ai e përmendi shumë shpesh, të dy ata çuna të ri i përmend. Tani unë nuk jam vetëm për se ngrihet problemi këtu të rinë. Shumë mirë, tu është garë, le të vinë të rinë. I kemi provuar dhe shumë të rinë. I kemi provuar që nga 91-si, në 2007 dhe atë pësmëri me Pollën, me Trejë, e me këta kopistat, mos ja them të janë tjetër e tjetër. Të rinjt mos presin t'i thonë, hajde, ngriu, puno. Eda, sa vjeqe e je, Eda? 25? Nuk tregohet. Emi nuk tregohet. Pra, nuk je e re. Dhe ke përkushtimin e durë, sepse kur themi të ri, nuk do marrin vetëm 25 vjeçare dhe 30 vjeçare. Kjo duhet jetë bashkërisht. Dhe ai djali më pëlqeu shumë, i ri, punon, lufton, të luftoj vazhdimisht të ngrihet. Por Partia Demokratike këtë ka. Punë dhe kontribut. Unë nuk po e zgjas më shumë, vetëm ju uroj një qik më shumë atë dhe dashuri, ka i duan. Të fanoroj zote Beleri për ndërhyrjen, ke ndërhy për njërën nga shtyllat më themelore të programit Partisë Demokratike. Me që jemi afër datës themelimit saj, më lejoni të rikujtoj një moment. Me datën 12 dhjetor, njerës pa kur farë eksperiencë politike, po me atë dashuri po, në atë fjalë që kam mbajtur para ati sheshin studenti, kam deklaruar se Partia Demokratike do t'jetë partia çështjes kombëtare dhe interesit kombëtar. Dhe
në fakt ajo që rezonoi më shumë në Europë dhe në botë ishte ajo deklaratë e cila u prit keq. Sepse ne ishim, imagjinoni ku ishim ne si kombë 30 sa vite më parë, sot Kosova është e lirë dhe kur nuk duhet harrojmë se nuk ka asgjë në transishme, se interesi kombëtar, se dashuria për vendin. Dhe se vetëm kombet e lira ndërtojnë të ardhme të sigurt për vete dhe vendin e tyre. Vetëm kombet me dijitet ndërtojnë këte. Kjo që ka ndodhë këto 12 vite në vje keq, po kur as Enver Hoxha, jo, as Pashiqi, jo, nuk kanë dëmtuar në mënyrë më të tmerrshme siç dëmtoi Edi Rama kombin shqiptar. Jo, themi atë që është. Por zotëri, kur e shemëm diktaturën në Shqipërinë e morëm 3 milion. Është shu apo jo? E morëm 3 milion. Ata vranë, kaq internuan kaq të gjitha këto. Po kjo është çfarosje në një farë mënyrë, kjo që ndodhi në këto 12 vite. Po atë që i bëri Kosovës, luftë e egër, merrem shumë mirë veshun, thoshte në një simpozium, merrem shumë mirë veshun me kryeministrin e Serbisë, nuk merrem vesh me kryeministrin e Kosovës, e tregonte me krenari ky, çfarë ti thuash këtij, ky është një s'do të prish gojna, më thapë, po një jam të shqiptarë që ky nuk ka parë ndonjëherë. Ja u them po. Tekstuale. Unë tha në atë simpozium ndërkombëtar, unë tha merrem shumë mirë vesh ta me kryeministrin e Serbisë, tha, merrem vesh, me të Kosovës nuk merrem vesh, tha. Urdhë, gjerë ku arritëm ne jam, tha. Në vend se të festonim se u bën të lirë në 2 anë, dhe njerëz të lirë janë më të fuqishëm, ju vërsul Kosovës, dhe ja bënte edhe ky statusin e asociacionit. Bënte status në cilën ndërtonte një shtet brenda shtetit, ndërtonte shtetin serb brenda shtetit Kosovës. Keni dëgjuar ju ta përmend administratën e presidentit Trump bakte? Jo. Jo. Po s'pranon ku shtet brenda shtetit, mos zotri. Ky e bënte ky. A mendja ime ky. Ja jepte Vučići në Beograd dhe nxirrte në Tiranë dhe nxirrte në konferenca. Ja, ky është propozimi i Shqipërisë për i bënte këto vetëm për të si të mashtronte të mbijetonte. Se shteti Bektash i brenda shtetit shqiptar. Ndaj dhe edhe në këtë aspekt, unë ftoj çdo shqiptar ta vështrojë Edi Ramën. Nuk jam unë që i kam thënë Pashiq. I kam thënë njëri nga studiosit më të shquar gjerman sot publicistikës. Ja është kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Se kështu është faktikisht ta më thonë. Edhe ajo, sigurisht, tani lidheu me trit. Sa herë të dështosh do ta provosh përsëri, thebun. Nuk do të heqim dorë. Ja, nuk do të heqim dorë. Duhet bëjmë çdo gjë që të hapim ndaj tyre, sepse janë forca vitale e shoqërisë e kombit dhe sot për fat të keq, ja u them ju këtu, për shkak se vine nuk gjejnë, po e dëgjoja një ditë në televizor. Nga Harvardi kemi ardhur zgjajmë punë, kthehemi përsëri. Shqipëria më. Në një kohë kur i ka administratën të mbushur, mos e pyet. Mirë. Nëse unë jam plak ti e çumiri, hajde unë ku të shtingu vazhdo ti. Në mbrëma doktor.
Unë jem Nxin Nikolli, ish kryetar i një seksionit edhe ish kryeplak. Unë do ngrej disa probleme organizative që ma mërë menja mund ma shumë ndoshta se sa problematika që i përjetojmë për ditë. Unë kisha diska në lidhje me organizimin e Partisë Demokratike, me thënë drejtën. Mendoj që nuk është e nevojshme që ne të votojmë për çdo 4 vjet 2 herë për të njëjtën person. Çfarë do të thotë? Që votoj edhe për edhe për antar të Këshillit Bashkiak, pastaj pas 2 vjetësh për deputet, edhe na lën mesat e punën që kanë ato dhe vazhdojnë pastaj duhet deputet thotë. Mos duket normale. Të zgjedhën njërin anë, të zgjedhë së kush e para. E dyta, mendoj që heqja e kryetarit të Partisë Demokratike për Tiranën, suprimimin, ka sjell një lloj papje të PD-ja. Sepse kryetarët e seksioneve tani nuk janë të lidhur në mihel me strukturat në mënyrë vertikale. Që do të thotë që kryetari i seksionit do kalojë nga kryetari i seksionit të kryetari i grup seksionit të kryetari i DEGS. Edhe kryetari i DEGS lidhet direkt me kryetarin e Partisë Demokratike. Gjë që s'ka qenë më përpara, edhe s'ka pse të jetë mihel duke qenë sepse thash e suprimon vendin e kryetarit të grup të seksionit. Pra, kjo pjesë nuk ka pse të jetë mihel me shput masën, mendoj unë. Shput masën e demokratëve edhe të kryetarëve të seksioneve me lidhjen virtuale në piramidale tjetra që mendoj unë për organizimin e PD-s. Nuk është që Partia Demokratike duhet të funksionojë në mënyrë të shkputur, pra part-times. Ne kemi 7 muaj që nuk kemi ba asë një takim të zonës. Nuk e di, po me sa kam informacione, nuk është ba në vene tjera, nuk është problemi se nuk ka ba vetëm të ne dhe dikush ka ashtu. Në qoftë se partia do funksionojë part-times, atëherë part-times do funksionojnë edhe votat, part-times do funksionojnë edhe organizimi i partisë, part-times do funksionojë në një moment caktuar diçka që pa lidhje. Pra këto gjëra mendoj unë që e dobësojnë Partinë Demokratike në seksion. Shumë mirë. Vazhdo. Ja një sekundë, se ka doktori fjallin. Shumë faleminderit për sugjerimet dhe jemi në fazë riorganizimi. Një gjë do t'ja bëj shumë të qartë. Duke filluar nga unë, tek çdo drejtues dhe çdo antar aktivist i Partisë Demokratike kanë vetëm një detyrë, partinë dhe vetëm partinë. Të gjithë energjitë tona të përqendruara drejt Partisë Demokratike, riorganizimit saj me format më të mira, hapësirave brenda saj për frymëmarrjen më të madhe, ripërtritjes saj. Po këtu kërkohet kontributi i secilit për jush. Nuk e bën dot as unë, as Eda, po se bën secili nga ne. Po marri një moment. Të gjithë duam të shohim njerëz të ri, të zotë, në krah tonë, në krah njëri tjetrit. Atë mund ta bëjmë kur secili nga ne t'i verë detyrë vetës, cilin do afrojmë. Cilën vlerë, ne do t'i shohim gjërat si vlera. Cilat vlera mund t'i afroj unë Partisë Demokratike? Këtë mund t'a bëjmë kur secili nga ne të thotë çfarë hapësire mund të krijoj unë më shumë. Ne jemi në mision, një gjë ta kemi shumë të qartë. Në kushtet e diktaturës autoritare, ne jemi në mision.
është mision i madh, qëndrimi dhe betejë për ta rrëzuar këtë diktaturë. Ndaj dhe duhet kontributi i çdo njerit për jush. Palsor, ja unë shoh, keni bërë dhe po bëni sugjerime shumë të çmuara. Jeni të sigurt që nuk do bien në vesh të shurdhër. Jo. Por keni shumë të tjera që mund t'i zgjidhni vetë, mund t'u jepni përgjigje vetë. Jo t'u japim ne përgjigje, t'u jepni ju përgjigje. Kjo part-time, besoj se e shpjegova, nuk duhet të jetë part-time, por e pranoj këtu, pati një vendim që të merremi me denoncimin e farsës elektorale, sepse hapja e debatit brenda do të shfrytëzohej në mënyrë armiqësore nga kundërshtarët tanë. Dhe këtë mekanizëm e njihem dhe nuk mund t'ja bënim këtë dhuratë atine. Më mirë një ndjes para jush për vonesën, se nuk e ka vonu Eda këtë. Jo, autori vonesës është Sali Berisha, ta dini këtë, por është bë vetëm me këtë qëllim, se mi marë ditën atë duke paraqitur krimin zgjedhor. Krimin zgjedhor. Ju e ndëgjuat atë zonjë që erdhi. Zgjedhje të lira dhe të ndershme, tha. Por të nesër komisioni ja përgënjeshtroi. Jo, tha. Ne kemi mendimin që ka raporti i Odirit. Po, kështu që e drejtë ke, mund të kishim gjetë, prap e them këtu, forma takimesh tjera, por kjo ka ndodhur për këtë arsye, për asnjë arsye tjetër. Asla.